Vila që po shihni mbas shpinës time është një prej vilave më të bukur, të një prej liçeneve më të famshëm të Italisë. Një vend ku përqendrohen kryesisht njerëzit e biznesit, të artit dhe të kulturës nga gjithë bota. Është një vilë ndërtuar në 1700-ën. Në fakt nuk është një vilë, është pjesë e një kompleksi me 3 vila, ku vila kryesore 1700-ës është kjo, ndërsa në 2 drejtimet e tjera janë dhe 2 vila tjera si guest house. Në këtë pjesë të vilës ju mund të shihni flamurin shqiptar, zviceran dhe italian, ndërkohë që rreth e rrotull janë rreth 40.000 metër katror oborre dhe rreth 5.300 metër katror ndërtim, afërsisht sepse jemi gjithmonë në shifra të përafërta. Historia e vilës është e rrallë. Ajo i takonte një biznesmeni të njohur, i cili më shumë sa biznesmen ishte një lloj inovatori, pra një lloj shpikësi i cili kishte patentuar shumë gjëra dhe kishte shitur ato. Dhe i mbetur vetëm së bashku me bashkëshorten ai kishte refuzuar shitjen e vilës Silvio Berlusconit, Roman Abramovićit ose njerëzve tjerë të rëndësishëm të botës që kishin dashur ta blejnë. Për një periudhë të gjatë kohë vila mbeti nën presionin e shumë prej njerëzve të famshëm, por në vitin 2022 personi që e kishte, pra një shpikës gjerman thash, vendosi t'ia shes, ose u bind nga një biznesmen shqiptar, për këtë arsye është flamuri shqiptar, që t'ia shiste atij. Është vila ku ka kaluar pushimet në një periudhë të shkurtër kohe Konrad Adenauri dhe është njëkohësisht vila ku ka kaluar përthuajse 30 vjet pushimet ish kancelari i Gjermanisë Helmut Kohl, si dhe 4 kryeministra të Japonisë, që ishin miq personal të këtij biznesmeni. Vila shtrihet në një prej liçeneve më të famshëm italian, brenda saj ka një numër të madh veprash arti, duke përfshirë edhe disa veprat Picassos, si dhe disa libra të rrallë, të cilat kanë qenë një prej pasioneve të autorit. Ju ta shihni vilën në një filmim pak më profesional, unë do t'ju tregoj pak më gjatë. Kjo është pjesa e hyrjes. Do ta filloj sepse duhet treguar oborret që janë të jashtëzakonshme. Vila thash është goxha e madhe në pjesën më të kryesore të saj. Kjo është pjesa tjetër e korridorit, e cila vjen në të 2 drejtimet. Pra, kjo është pjesa e ndenjes. Dhe këtu dilet në për pjesën e jashtme të vilës, e cila është e gjitha e ngritur mbi buzën e liçenit. Vazhdoj më tutje për t'ju treguar. Historia e saj është interesante, sepse unë nuk e di vlerën, nuk e di sa vlen sot, me siguri bëhet fjalë për një prej vilave më të shtrenjta të kësaj zone, thash. Biznesmeni për arsye të parimeve të tij refuzoi Berlusconin, Abramovićin dhe në fund u bind nga një shqiptar, por pronari i saj shqiptar do të mbetet anonim, ai nuk do të tregoj emrin, nga vjen, më ka ftuar për të kaluar një fundjavë ose një ditë në këtë vilë të mrekullueshme që thash është një prej vilave më të bukura të gjithë liçene, pra të kësaj zone të veriut të Italisë, një vilë shiheni me çfarë pami, kjo është vetëm njëra, thash janë 3 një kompleks vilash, janë 3 vila, e cila ka po ashtu një helipad, ka po ashtu një pjesë ku kryen gjithçka, në pjesën tjetër është pishina, ndërsa këtu është pjesa që del direkt në liçen. Vila ka edhe molin e saj, edhe zonën e saj ku parkohet varka që shkon pastaj për të dalë në liçen. Është absolutisht një prej vendeve më të bukura që mund të shohësh. Dhe unë do t'ju tregoj një për një. Do të kem të paktën 6 seri, sepse vetëm oborri për të treguar 40.000 metra kërkon shumë, do t'ju tregoj vilën guest house, do t'ju tregoj vilën qendrore, do t'ju tregoj veprat e artit, që sikur se thash, 8 prej tyre janë Picasso dhe njëkohësisht gjenden dhe 2 bibla të rralla, të cilat datojnë prej qindra vjetësh dhe që janë të, si thua, të vendosura nën kontrollin jo nën kontrollin, por të listuara nga shoqëria e mbrojtjes së biblave dhe njëkohësisht disa prej pemëve të kësaj shtëpie janë certifikuara nga qeveria italiane si pemë me një rëndësi të veçantë, pra që nuk mund të pten, nuk mund të deformohen, duhet të ruhen. Më shumë se sa 6 bashkëvan, pra giardinier, po them tani në italisht, punojnë për mirëmbajtjen e vilës, më shumë se 12 veta personel që i shërbejnë, pra thash shqiptarit. Është e çuditshme që një nga vilat më të mira dhe më të rralla të Italisë është pronë e një shqiptari
i cili arriti ta fitonte këtë duke u përballur me konkurrencën e disa prej njerëzve më të pasur të botës. Kjo është vetëm hyrja, pra unë po ju flas tani vetëm për hyrjen, nga ky moment do filloj t'ju tregoj, do heq xhaketën dhe do filloj t'ju tregoj të gjithë pjesën e plot të oborrit dhe të pjesës jashtme dhe pjesën e brendshme të vilës. Ndiqeni seri mbas serie në një nga rrëfimet më të bukura dhe më të rralla që unë kam bërë, në mënyrë absolute nga më të rralla dhe më të bukurat që unë kam bërë.
Tani do t'ju tregoj një prej vilave më të rralla, më të shtrenjta që ndonjë shqiptar ka poseduar. Ndonjëherë besoj të jetë nga më të shtrenjtat, po s'dua të spekuloj. Një vile 1700-s, brenda të cilës ka një koleksion të rrallë të veprave të artit, janë 3 vila. Thash vila e parë, vila e dytë, vila e tretë, do t'ju tregoj. Fillimisht pjesën e brendshme, pastaj pjesën e dhomave, pra të korridorit dhomave të gjumit, pjesën e bodrumit dhe të gjithë oborret. Vila është në këtë pozicion, shiheni pjesën e parkut jashtëm dhe vendin ku ulet helikopteri, flamurin shqiptar, zviceran dhe italian. Vila është pronë në një shqiptar, i cili arriti ta blejë nga një biznesmen i famshëm gjerman, që nuk pranoi t'ia shiste as Silvio Berlusconit, as Roman Abramovićit, por që vendosi t'ia shesi këtij shqiptari. Kjo është pjesa e shatërvanit të jashtëm, përballë janë makinat Bentley dhe Rolls-Royce të pronarit. Vila është rreth 1800 metra, ka 40 e ca mijë metra obor me disa kopshte të famshme, me skulptura të Settecentës. Këto janë gjithsesi, por sidomos pjesa e brendshme, dhe dua t'ju tregoj pjesën e brendshme. Pjesa e brendshme është fantastike. Do e vendos tani këtu, do t'ja bëj disa pjesë. Ndiqeni gjitha pjesët se në fund do t'i mbledh gjitha bashkë. Kjo është pjesa e hyrjes. Është korridori kryesor, i cili ka një skulpturë të Rodenit. Janë 2 skulptura të Rodenit, fakt. Ka 4 vazo alabastre në secilin cep. Në të 4 cepat e hollit. Ka pjesën e abazhurit vjetër dhe punimeve në mure. Në këtë pjesë ku shkon për në banjon e shërbimit, janë 2 vazo të jashtëzakonshme japoneze, porcelani japonez, ka një dollap të rrallë që shërben dhe si garderob. Dollapi është 1700 e cas, ka një çesëm që ka shërbyer për të larë duart, dikur një qilim oriental, pjesën e konsulës, një vepër ikonografike dhe një pikturë të famshme të Burlikut, i cili është një nga piktorët më të famshme, dhe kjo është një pikturë e jashtëzakonshme. Tani dua t'ju tregoj këtë pjesë, por para se të shkojmë në këtë pjesë do t'ju tregoj një herë gjithë ndenjen. Nëse shkojmë në këtë pjesë, këtu është një thesar në vete. Pikturat që po shihni janë Picassos, po do t'ju tregoj një për një kur të ngjiten për katin e dytë. Kjo është pjesa e korridorit qendror, që ndan dhomën e ndenjes që është në këtë drejtim, hallin që është në këtë drejtim. Korridori ka 2 drejtime. Ky që shkon drejtim të kopshtit japonez dhe ky që shkon drejtim verandës dytë. Po e nis me këtë versionin. Këtu ka 3 piktura të rralla të piktorëve ndër më të njohurit. Vepra ka dhe një koleksion. Kjo është një skulpturë e gjitha në mermer do të jetë 1700-s e Jules Cesarit. Përballë është një skulpturë, në të njëjtin mermer e Pompeut, pra dy personazhet kryesor të perandorisë romake. Ka një skulpturë, ka një pikturë të famshme sipër të Picassos, ka një pikturë tjetër, një skulpturë tjetër. Tani, të gjithë autorët janë autorët njohur, unë nuk i njoh të gjithë. Shiheni se si është gjithë korridori me vepra arti. Shiheni. Por nëse i vendos ti mund të marrësh një çmim plot edhe të veprave. Kjo është një prej pikturave shumë të famshme që është pjesë e këtij koleksioni. Shandanët, pjesa e skulpturës, një skulpturë tjetër që s'di. Ky është një piktor hollandez shumë i famshëm, i cili jetoi një periudhë në Bali dhe ka kryesisht tematika balineze. Është shumë i quotuar sot në bursën e autorëve, shif edhe kjo. Dhe kjo është një pikturë tjetër e famshme, të gjithë detajet e tjera, librat e vjetër, te librat do t'ju tregoj disa perla. Kjo është një statuj prapë 1700-s italiane. Te i dilet në verandën e mbrapme, ku është tavolina ngrënies, kur nuk bie dielli.
dhe shef gjithë parkun, ndërkohë që po vijoj të kthehem prap në korridor, në të njëjtin korridor kthehesh kuzhina, në të njëjtin korridor shifeni. Korridori është si të jetë një vepër arti vete, nuk e di sa mund ndizeshin edhe dritat e mëdha. Të gjithë shandanët janë të Muranos. Apo, indeza. Atëherë ta bëj dhe një herë tani me dritat e ndezura. Të gjithë shandanët janë të Muranos, ndërsa në dhomën tjetër janë 3 shandanë të sjell nga një prej pallateve mbretërore. Pra kjo dhe po ecim drejtimin tjetër, me 2 statujet në hyrje, vijojmë prap 3 piktura të rralla, deri tani ishte ulur ndriçimi që dukeshin vetëm pikturat. Është pak e vështirë ta gjej se të kujt janë pikturat, duhet përdorur ChatGPT-ja. Një tjetër skulpturë. Kjo është një pikturë, kjo është një nga 3 pikturat e shtrenjta të shtëpisë, ndër më të shtrenjtat. Prap një statuj tjetër e vendosur në një pasqyrë të vjetër. Ky është prap një punim i shkëlqyer. Shive si është punuar kjo kjo bibliotekë e vogël e 1700-s dhe kjo pikturat. Ky është një piktor i famshëm, por piktura më e shtrenjtë ndodhet brenda zyrës së pronarit. Edhe këtu kemi 2 piktura tjera të njohura. Ja dhe një pikturë tjetër moderne, është e çuditshme fakt. Një statuj prap me mermer e 1700-s. Ky pastaj është balkoni i vogël, fantastik që është, i cili sheh të gjithë zonën e oborrit. I gjithë oborri që shihni rreth rrotull është pronë e vilës. Këtu është kopshti japonez që është mbuluar me një rrjet që rosat e egrat mos mund të hanë peshqit japonez, peshqit e kuq që janë atje tutje. Shihni çfarë mrekullie është. Tani po kthehem tek zyra e pronarit. Kjo është zyra e pronarit. Këtu ndodhen disa nga çelësat e shtëpisë. Shihni sa të bukur. Ndodhen disa piktura të rralla, një orë e jashtëzakonshme antike, dhe kjo është piktura më e shtrenjtë e shtëpisë, që duhet të jetë disa miliona dollar. Ndërkohë është e gjithë zyra me pikturat, fotografia ish pronarit, që pronari shqiptar nuk e ka prekur, edhe në formë respekti ndaj tij, ka ruajtur gjithçka që ai ka lënë, gjithçka që ai ka lënë. Këtu ishin dhe sendet më me vlerë sepse ishte zyra e tij personale ku takonte njerëz me koltukut, dhe këtu ka një gjë shumë të rrallë përtej pikturave tjera. Sipër është po ashtu një pikturë shumë e rrallë, por nuk bie mirë ndriçimi për të mundur ta kuptosh. Dhe këtej ka piktura tjera, përfshirë dhe një ikon të vjetër, pra shifini. Piktura dhe 2 ikona. Kjo dhe ikona sipër që është akoma më e rëndësishme, por gjëja më interesante këtu është ky shah, që bën 10.000 euro. Të gjithë figurat e shahut, pra mbreti, mbretresha, torret, oficerët, kali dhe ushtarët janë të gdhëndur me fildish. Pra janë gdhëndje fildishi, shifini. Gdhëndje fildishi të gjitha. Gjitha spektakolare. Dhe më thënë e jashtëzakonshme. Bën me 10.000 euro vetëm ky shah, ku çdo gjë është fildishi. Imagjino çfarë sasi fildishi, pra dhëm elefanti, ndërkohë që po dal prap në pjesën e korridorit. Shiheni korridorin. Tani unë do t'ju çoj të shihni dhomën e ndenjes. S'do ta besoni dot kur të shihni se çfarë është dhoma e ndenjes dhe çfarë ka brenda saj, çfarë perlash. Por po e ndërpres këtu dhe po vijoj me dhomën e ndenjes tani në hyrje. Jam në dhomën, duke hyrë në dhomën e ndenjes të vilës, ndoshta një prej vilave më të shtrenjta që në shqiptar posedon,
pronej shqiptari që do të mbetet anonim, e ndërtuar në shekullin e 17, e poseduar nga një Gjerman i cili vendosi të shesi pikërisht shqiptarit. 40.000 metra obor, rreth 1.800 metra kjo vil, 6.000 metra 3 vilat që janë brenda oborrit, dhe me një koleksion të rrallë të veprave të artit, siç po e thoja. Vila ka rreth 12 veta personel shërbimi, rreth 6 baçevan. Kjo është pjesa që do t'ju tregoj mbasi t'ju tregoj një herë dhomën e ndenjës, ku ndodhen një pjesë e madhe e veprave të artit. Tani po hyj në pjesën e ndenjës, që është pjesa që vjen direkt nga dera e jashtme dhe del në drejtim të verandës. Tani kjo është pjesë shumë interesante, po mundohem t'ju tregoj pak nga pak, sepse edhe këtu ka vepra arti të rralla. Gjëja më e rrallë në fakt e vilës është një gjë tjetër, nuk e di nëse ndriçimi është nuk e vëdot. Një gjë është e veçantë. Vila ka 3 shandan. Të 3 shandanet e ndenjës, pra ky i madhi, është jashtëzakonisht i madh. Është mbi 2 metra diametër. Vetëm ky shandan, së bashku me 2 shandanet ansor, këtë që vjen në këtë drejtim të vilës, dhe që është mbi këndin e ndenjës, që do të tregoj në fund. Dhe shandanin tjetër që është në anën përballë, ku është tavolina e ngrënjes. Pra shifem dhe një shandanin që thash, ky është shandani rrallë. Të 3 janë blerë në ankam dhe i kam përkitur dikur mbretit Luig i 16, së bashku me 2 dyer që do t'ju tregoj në fund. Po e nis tani, me që jam në këtë drejtim, po e nis këtu. Kjo është dhoma e ngrënjes me oxhakun me një mermer të rrallë. Është i njëjti mermer që është përdorur nga italianët për vilën e Zogut në Durrës, me një ikon të varur, ikon tipike dhe në hapje mbyllje, që me vazot japoneze, shiheni, me një shandan tjetër krejtësisht argjendi, masiv, me disa nga pikturat. Ky është një dollap i cili brenda tij ka të gjitha argjendurinat e shtëpisë që përdoren, shifini. Pjatat e argjendit me të cilat serviret, argjendurina tjera, shife. Kjo është pjesa tjetër e shandanit, disa prej pikturave. Janë tavolinat e ngrënjes, është tavolina e ngrënjes, e cila po përballë ka një tjetër ikon dhe shandanet edhe porcelanet, shive. I gjithë servisi i ngrënjes është prej argjendi. Pjata argjend, lugë thik argjend, gota kristalit lara me ar, edhe shandani i lar me ar, i gjithi. Këtu janë 2 konsola që mbajnë po ashtu shtresat me vazo japoneze dhe me piktura, gjithat ndezur e shandanët. Edhe kjo piktur tjetër, sipër. Ndërkohë këtu hymë në dhomën e ndenjës, e cila ka 2 gjëra të rralla. Përveç se ka një vazo shumë të rrallë japoneze, me i vlerë 1000 euro, ka 2 piktorë japonezë, të cilët kanë 2 parete të mëdha prej 6 pikturash, dhe është një prej veprave të kotuara në Japoni, një statuj të Budës antike. Të gjitha pikturat janë, skulpturat janë kryesisht japoneze, shiheni. Interesante është që këtu pronari ka lënë kapelet e tij, të cilat pronari shqiptar, pra gjermani nuk i ka prekur. Ja, dhe këtu janë 3 private jetët që pronari përdorte gjatë kohës që udhëtonte. 3 private jetët e tij, i dyti dhe i treti, ndërkohë që të gjithë këto shihni se çfarë punimi ka, komodina përballë. Shihni dhe skulpturat. Ndërkohë përballë thash është sërish një prej 2, pra një ishte në anën tjetër, këtu është 2 prej pikturave të rralla japoneze, një tjetër Budë, është si një sallë japoneze. Këtu ka një humiditor ku ka disa nga purët e rralla
që mund t'jesh kudo në botë, këtu po hy në pjesën e ndenjes, që mua ishte pjesa që më pëlqeu më shumë. Për shumë arsye, këtu është tavolina e tij e punës, pra tavolina e tij e punës, ku ai ka, përveç çelsave që i mban kudo të shtëpisë, ka edhe disa nga veprat, disa nga pronat e tjera që ka pasur, sërish një orë e rrallë, 2 piktura. Po këtu në këtë sallë ndodhet, shihni sa e bukur salla, shihni çfarë dyshemeje ka. E gjitha mozaik, komplet mozaik, shifeni se çfarë bukurie ka dyshemeja. Këtu ka disa nga pikturat e rralla, shifeni se si është pjesa e ndenjes në vetvete, është shumë e bukur. Shumë e vështirë të gjesh një vil kaq manitse, shifeni pra mas shpinës time se mund duket me një kënd më të gjerë. Shife. Këtu mendohet që është një punë e Degas, të paktën kështu a jetë ChatGPT janë një prej punëve të herta të Degas, ndërsa këtu janë disa vepra tjera më të vogla, këti. Dhe një prej veprave më të famshme, kjo këtu, që është fantastike. Kjo është një prej veprave të shtrenjta, është vendosur mbi oxhakun, mbi pasqyrën e oxhakut kryesor të shtëpisë, dhe oxhaku që. Ndërkohë është një tjetër pikturë, vazot famshme japoneze të vendosura në të gjitha anët, shifini. Të gjitha vazot kanë vlerë me 10.000 euro, sidomos kjo e madhja, një pikturë të 1700-s, po përdor ChatGPT për të identifikuar të gjitha detajet në për tavolina janë skulptura me vlerë, por gjëja më interesante e kësaj dhome është këtu. Këtu janë disa nga librat e rrallë që pronari i koleksiononte. Janë kryesisht gjermanisht, por brenda këtij koleksioni, shihni edhe pikturat e tjera fantastike. Brenda këtij koleksioni, ku ndodhen, thash, ja dhe statuja Atlasit e famshme që sot është vendosur përballë Rockefeller Center në New York, statuja antike egjiptiane këto, janë të vendosur disa nga librat shumë të rrallë, shihni, midis të cilëve, libra shumë të vjetër. Ky për shembull është i 1700-s, 1600-s, 1800-s, midis tyre ndodhen dhe 2 Bibla. Këto 2 Bibla që po shihni këtu, kjo, këtu, dhe kjo tjetra këtu, janë 2 nga Biblat më të vjetra në botë, të cilat janë listuar nga Shoqëria e Mbrojtjes Biblave në Washington dhe rezultojnë të jenë këtu, pra janë me certifikate ruajtje, ndërkohë ka shumë libra të tjerë, midis cilëve pash edhe komedinë hyjnore, Homerin, të mundohen të marrë njërën prej Biblave, por nuk e di nëse e nxjerr dot vetëm me një dorë, do ta vendos kamerën këtu dhe të përpiqem ta nxjerr vetë. Shihni Biblën, kjo është Bibla. Është një Bibël antike, s'po e hap se po kam frikë. Dhe po e vendos prap në vend. Një prej 2 Biblave më të vjetra të botës, thash, pra shumë e rrallë si aq sa mund të filmoja me selfie. Pronari shqiptar kalon këtu shpesher fundjavat, fton miq, ai më ka ftuar për të kaluar një fundjavë, thash, donte të mbetej anonim. Është një prej atyre milionerëve shqiptar që është pasuruar kryesisht me punë në vitet, jo kryesisht, vetëm me punë, po kryesisht në vitet e fundit, dhe që është sot një prej biznesmenëve më të mëdhej në Europë. Është pasuruar në Europë, nuk ka bërë asnjë aktivitet në Shqipëri, në Kosovë, është pasuruar në Europë dhe mbetet, kërkon të mbetet anonim, pra nuk ka shumë dëshirë që të flasë për të, ndërkohë, thash, e ka bler këtë vil fal për kushtimit ose intensitetit me cilin ai ja ka kërkuar pronarit, duke i premtuar që nuk do të ndronte asgjë nga vila e vjetër që ishte,
dhe thash është një vilë me një pamje fantastike, do mundohem t'ju tregoj dhe një moment pamjen në momentin që dal këtej, është shifeni tani se çfarë pamje të mrekullueshme ka. Shifeni se si vjen e gjithë vila deri në liqen. Tani mbetet vetëm t'ju tregoj pjesën tjetër, shkallët kush koleksioni dhe bodrumin poshtë. Jam në kryqëzimin që të çon në një prej vilave më të bukura dhe më interesante të veriut të Italisë, në zonën e një prej liqeneve të rrallë italian, nuk mund ta them emrin. Kjo është rruga rreth 250 metra e makinës nga hyrja kryesore. Kjo është guest house-i, pra shtëpia e miqve. Më pas vin një sër oborresh. Kjo është pjesa ku makinat rrotullohen në drejtim të parkimit ose në drejtim të vilës. Në një prej vilave më të bukura do t'ju tregoj tani oborrin. Historia e saj është shumë interesante. Pronari i vilës është një shqiptar i cili arriti ta blej pasi kishte dështuar Silvio Berlusconi dhe Roman Abramovich dhe shumë personazhe të tjerë, sepse pronari që kishte një njeri i cili banonte vetëm me gruan e tij dhe nuk kishte trashëgimtar, nuk donte t'ju ashiste biznesmenëve të këtij lloji sipas tij. Këtu jam sërish në pjesën që po shkoj për të mbritur te vila, ja dhe flamuri shqiptar, flamuri italian dhe zviceran, sepse pronari është një shqiptar nga Zvicra. Pra biznesmen, shqiptar nga Zvicra. Kjo është pjesa e parë. Kjo është vila, thash një prej vilave më të rralla në të gjithë pjesën e veriut të Italisë. Ky është oborri përballë vilës, një oborr i jashtëzakonshëm. Nuk e di se sa kamera mund ta tregoj nivelin e oborrit. Shifeni. Ky është oborri. Përballë është vila, një vilë e 1700-s. Unë do mundohem t'ju tregoj pjesën e oborreve fillimisht dhe pastaj do të filloj me pjesën tjetër. Janë 3 shtëpia për arsye të madhësisë tyre, pra shtëpia qendrore, pra vila qendrore dhe 2 guest house. Ndërkohë që po filloj t'ju çoj në një pjesë të oborrit. Pjesa më e bukur në fakt është pjesa këtej, që mund të çoj, atëherë po eci këtej dhe po vi nga pjesa e parë me oborrit për t'ju nxjerrë në pjesën tjetër të tij, pra në pjesën e mbrapsme. Ky është një shatërvan i vogël i cili funksionon. Jam gjithmonë duke ecur në pjesën e oborrit. Vila është një prej mrekullive, është bler në vitin 2022. Këta jam në pjesën e verandës, duhet të kthehem dhe një herë mbrapsht. Kjo është pjesa e oborrit, pra këtej jam duke hyrë në pjesën e verandës vilës. Do mundohesha t'ju tregoja vilën nga pjesa më e bukur e saj, që është pjesa që të çon në liqen. Shifeni të pemë japoneze të rrallë, mbjell nga pronari i saj. Pra po e nis pak nga pjesa e pasme, dhe do t'ju çoj më mbrapa në kjo pemë e cila është listuar si një pemë që nuk mund të pritet në Itali pa lejen e autoriteteve italiane. Kjo është pjesa e oborreve. Po eci mes për mes oborrit tani. Për t'ju çuar. Është pjesa më interesante, shifeni. Ky është oborri krahut të majt të vilës. Nëse je në vilë, brenda, ka një rrugë kalimi në atë anë. Ky është një sistem i gjithi me palma. Ndërkohë që jam duke dalë në pjesën qendrore të vilës, ku fillojnë dhe oborret. Vila ka një pafundësi veprash arti. Shiheni. Po vazhdoj në këto oborr tej për t'ju treguar të gjithë pjesën e oborrit. Është një prej vilave që me shumë insistim një biznesmen shqiptar ndër më të njohurin në Perëndim e ka bler. Shifeni edhe pjesa e mbrapsme e vilës. Pjesa e luleve.
pjesa e statujeve, pjesa ku qëndrohet për jashta. Këtu vijon i gjithë kopshti deri në fund me statuje, do të tregojmë pas, edhe këtej një rrugë tjetër, statujet. Pjesa e qëndrimit. Ndërkohë kjo është pjesa që të nxjerr direkt në liqen. Më pas do ju tregoj pistën e helikopterit dhe të gjitha, shifeni çfarë gjelbërimi ka, si janë lulet. Pjesa e luleve, pemët. Nuk jap dot brenda një pjese, kështu që më detyrohem ta ndaj në disa miniseri për të parë. Shifeni se çfarë gjelbërimi ka. Ja dhe vila, janë rreth 40 metra katror, mendohet që janë. Edhe lulet, gjithë kë kopësht është një mini xhungël, madje ka dhe jungle garden, i cili është i gjithë me bambu. Shiheni tani pamjen ballore, ku janë dy statuja që zbret poshtë në këtë drejtim, dhe dy statuja që zbret poshtë në drejtimin tjetër, ku është pishina. Shiheni liqenin. Ka pjesën private të, shikojnë sërish, do ju tregoj pjesën private të pishinës dhe të varkës, dhe më pas do vijoj me pjesën tjetër. Kjo është pjesa e pishinës, e cila është e gjitha në breg të liqenit. Shifeni. Se çfarë pamje ka. E gjitha. Shifeni vetëm oborrin e vilës se sa i madh është. Pra jemi sërish në pjesën e pishinës, e cila ka një pamje thash manice. Shiheni. Deri në fund me statujet. Pishina është njëra pjesë, po tani do t'ju tregoj pak dhe pjesën kur hyn për në zonën e ndenjes, në gazebon e jashtme të pishinës. Është kjo gazebo këtu. Dhe këtej vjen një nga rrugët e tjera. Më duhet të paktën 40 minuta të tregoj vetëm oborret e jashtme, pa llogaritur brenda vilën që është një mrekulli. Shifeni. Kjo është pjesa që del, pra thash është gazebo ku qëndrohet, më pas është pishina tutje dhe vazhdon oborri. Kjo është pjesa tjetër. Këtu është pjesa e hyrjes së varkës private dhe molit privat të vilës, që unë do t'ju tregoj tani, dhe që është interesant. Shife sa vazhdon akoma. Tani po hym në pjesën e vilës ku është varka, ku mbahet varka. Është shumë e bukur. Duhet zbresësh nën tokë një kat, dhe kjo që do shihni tani është fantastike. Kjo është pjesa ku mbahet varka, një riva e shkëlqyer, e cila qëndron e mbyllur, pra duhet hapet kjo derë që ti të dalësh. Ja dhe riva varka që është e vendosur këtu, pra ke mundësinë të dalësh në për liqen të lëvizësh. Varka e vogël, ndërsa këtu ka një mol më të madh, i cili shërben në rast se do të jetë varka më të mëdha, pra me kapacitet më të madh për të hipur. Pra shifeni. Është kjo zonë këtu, që është zona private. Pra këtu jam në pjesën e varkës private dhe zonës private, pra që shkohet për të dalë në liqen. Tani do ngjitem prapë sipër, t'ju tregoj edhe një pjesë të këtij oborri këtej, sepse në fakt pjesa tjetër e oborrit është fantastike. Ka një kopësht japonez, pra një Japanese garden,
ka një jungle garden, pra një kopësht si xhungël me banane, ka pistën e helikopterit, ka parkingun, ka 2 guest house, që janë shumë të rralla në fakt. Jam duke ecur prap në pjesën e Rivës, tani më duhet të ngjis prap shkallën që të çon në katin e sipër. Nuk po I bëj asnjë montazh, që gjithçka të jetë origjinale, pra siç është në realitet, për ta treguar tash një nga vilat më të bukura që gjenden, e cila ka këtë histori të rrallë, që pronari I saj, një biznesmen I njohur që s'kishte fëmijë dhe ishte në moshën 80 vjeçare, vendosi t'ia shesi një shqiptari dhe jo shumë prej personave tjerë që ja kishin kërkuar. Shiheni këtë kënd vetëm me palma. Dhe po mendoj, nëse ecim në këtë drejtim, mund të dal prap në anën tjetër të pyllit, pra është një rrugë e gjatë që shkon në këtë drejtim. Shifeni dhe vilën ku është në kënd, që është rruga nga erdha, ose rruga tjetër, e cila është shumë e bukur, sepse është në mes të pembe, dhe duhet ecësh deri në fund, pra në këtë rrugë. Ndërkohë po kthehem për të dalë në pjesën qendrore. Ja, ku është vila. Vila e parë, sepse janë 3 vila në fakt, një për pronarët dhe 2 po I quaj vilat e shërbimit. Dhe tani do të dalë t'ju tregoj pjesën tjetër të oborreve, që jam I sigurt që nuk I keni, domethënë do t'ju duken të pabesueshëm, sepse kam oborret, kam guest house dhe parkun e trëndafilave, dhe kam dhe vilën brenda, që është një perl, kështu që janë shumë histori, njëkohësisht shihen çfarë pamje. Ja ku jemi sërish tash, këtu jam në pjesën e poshtme. Imagjino çfarë pamje manice që ka këtu rreth e rrotull. Tani do t'ju tregoj anën tjetër të gardenit. Këtu jam në guest house-in, pra në shtëpinë e miqve ose të shërbimit të një vile të mrekullueshme të 1700-s, një prej vilave më të bukura të veriut italisë, në një prej liçeneve të famshëm italian, pronë e një shqiptari. Shqiptari arriti të bindë pronarin, e kam thënë në çdo pjesë, që t'ia shiste këtë shtëpi kur ai kishte refuzuar disa nga blerësit kryesor, midis cilëve Silvio Berlusconin apo Roman Abramovićin. Është shumë pranë shtëpisë Berlusconi dhe ai vendosi t'ia shesi një shqiptari nga Kosova, I cili është biznesmen zvicër. Kjo është pjesa e guest house-it. Shqiptari qëndroi 5 orë, pra kjo është doma, kjo është shtëpia ku rrin njerëzit e shërbimit, shoferët, ndihmësit ose miqt. Kjo është pjesa e parë, do shoh sa prej tyre janë të hapura tani se pronari më ka ftuar. Është një pjesë, është e gjithë shtëpia është me vepra arti. Shifeni, një vepër japoneze, një tjetër japoneze, ja këtu që ka një zyrë, ndërkohë që duke ecur në këtë drejtim, këtu ka një mini kuzhinë, këtu pas ka një dhomë gjumi, do t'i gjej gjitha, dhomë gjumi me oxhak. Pra kjo është dhoma, do të thënë shtëpia e miqve ose shërbyesve të vilës. Ka një mini kuzhinë këtu. Ecën në anën tjetër, prap një pasqyrë fantastike. Një konsol e cila është origjinale e vilës, me të gjitha veprat që ka mbi të, pasqyra, dhe në pas shkon në një tjetër ambient ku janë banjat, që duhet jenë banja për servisin pra. Ka një dhomë gjumi këtu që ishte e zënë për momentin. Dhe besoj edhe një dhomë këtu. Është në këtë drejtim. Hecë për para. Tani po dalë në pjesën
e jashtme të vilës dhe do ju kthehem në katin e dytë. Shihni sa e bukur është. Jam duke shkuar në katin e dytë të vilës së shërbimit, pra guest house. Shihni sa e bukur është kjo pjesë. Kjo është një shtëpi që ka mbi 15 dhoma dhe janë vetëm për personelin e shërbimit dhe duhet që i dritat. Kjo është pjesa e hyrjes qendrore të guest house-it. Ka 2 drejtime, një është këtej, një është në këtë drejtim. Shpresoj të jenë në drejtimin e duhur. Këtu është një set me një dhomë gjumi, një prej, thash ka rreth 15 dhoma sipër dhe poshtë vila. Shifeni, edhe pamja nga guest house-i duhet jetë fantastike, shifeni. Si është çfarë pamje të oborrit që ka, me pikturat origjinale, me banjën dhe me dhomën tjetër, është një dhomë e vogël në fakt, e cila të çon në dhomën e ndenjes, që ka një prej pikturave më interesante dhe më të ralla të gjithë vilës, pikturë me i vlerë të jashtëzakonshme, kush mund ta njohë. I takon një prej piktorëve më të famshëm amerikan, pjesën e ndenjes. Pra kjo është një paradhom, një dhomë ndenje, edhe kjo me një pamje shumë bukur të vilës. Shifeni oborrin. Dhe e cila të çon më pas në dhomën e gjumit. Shifeni çfarë pamje ka, thash. Kjo është dhoma e njerëzve që shërbejnë në vilë dhe futesh në një mini kuzhinë që është ruajtur pak a shumë siç ka qenë, edhe kjo ka një pamje të bukur. Do vazhdoj më tutje me pjesën e shive me gjitho gjakun e saj original, pjesën mbajtëse, ndoshta mund të dalë prej këtej. Apo, mund të dilëm dhe nga kjo pjesë e dytë për të vazhduar më tutje. Të 4 pikturat këtu, se nuk duket mirë, janë pikture japoneze shumë interesante, shumë të ralla, edhe këtej, edhe pjesa e sipërme, që është, ndërkohë po vazhdoj në këtë drejtimin këtej, ku isha që parë. Këtej është një tjetër dhomë gjumi, edhe kjo pas ka dhe një ambient shtesë, më zgaboj, apo, duhet të ketë një mini zyrë, po. Ka një mini zyrë, ku janë vendosura dhomat e vogla të shërbimit, të për të njerëzve që punojnë në vilë, me WC-n, dhe mi dhomë tjetër me krevat dysh. Ndërkohë që në këtë drejtim, ja, nuk është, duhet hapë gjithë dyert se nuk e di çfarë janë. Këtu shkoke në bodrum, në katin e poshtëm, ose ngjitesh në katin e sipër, që s'po ngjiten tani ku janë disa dhoma tjera. Shife si kanë bërë shkallët në vitin 1700 pas një mbështetje. Për shkalla është e gjitha nga lart poshtë pas një mbështetje dhe vijon prapë lart pa mbështetje. Ndërkohë, po hy tani te kjo derë këtej, edhe këtu që nga një kuzhinë, nuk e di çka ka,
një tjetër dhomë gjumi. Jo që në kanë 2 dhoma gjumi. Këtu hecë se zbullo dhoma gjumi. Shifeni. Edhe këtej një tjetër dhomë gjumi. Është pjesa e banjës. Dhe këtu kishte një pamje të rrallë, sepse po të hapje këtë, mund të shihje pjesën e poshtme, shifeni, ku mbahen mjetet e punës që mirëmbajnë kopshtin, dhe më tutje është pas asaj dritareje, është kopshi ku prodhohen jeshillëqet për vilën. Mbyll tashti, po dal prap. Është vetëm një nga, domethënë janë nuk e di sa dhoma dolën këtu, vetëm në këtë pjesë, prite këtu që nga interesant për të parë nga pjesa e oborrit. Ka këtë pamje fantastike. Pra jam duke dalë, kjo është shtëpia që duhet jetë ndoshta me 1000 metra, që është thjesht shtëpia ku rrinë njerëzit e shërbimit. Pra imagjinoni, kjo është shtëpia e njerëzve të shërbimit, dhe edhe kjo ka piktura origjinale me vlerë prej milionash, një po zbres shkallët, se ky ishte kati 2, ka dhe një kat të 3, pra po themi, të shtëpisë, edhe po dalë në pjesën e jashtme të oborrit. Dhe dalë prapë në rrugë ku është dera e vilës, atje në fund, dhe vila në anën tjetër. Praktikisht, kjo ishte shtëpia e miqve, pra, shifeni. Shtëpia e miqve. Ndërkohë, kjo është pjesa tjetër. Shtëpia, dhe po kthehem prapë në qendër për t'ju treguar, kjo ishte një prej pjesëve, ndoshta e fundit, e një prej shtëpive më të bukura që kam parë, një prej shtëpive më luksoze me histori të rrallë. Pronari i saj, një shpikës që kishte patentuar shumë gjëra, e mbajti për shumë vite, vendosi të mos ia shes shumë prej personazheve që ja kërkuan, por një shqiptari që është pronari i saj dhe që nuk pranon të identifikohet. Shifeni pra dhe hyrja e vilës, ku ndodhet 3 flamujt i Shqipërisë, i Zvicrës dhe i Italisë, dhe e gjithë vila e 1700-s. Tani do t'ju çoj në bodrumin e kësaj vile të mrekullueshme, që thash një vile shekullit të 18, e 1700-s, e ndërtuar dhe një vilë ku ka kaluar pushimet vazhdimisht Helmut Kohl, ish kancelari i Gjermanisë, ku ka kaluar ditët e fundit të jetës tij Konrad Adenaueri, kancelari më mitik i Gjermanisë, dhe njëkohësisht pronë një shqiptari. Pronari i saj gjerman ja shiti edhe një shqiptari, ndërkohë që kishte kohë që e kërkonte Silvio Berlusconi, që ka një vilë 2 shtëpi më tutje, apo Roman Abramovich. Po këtu është vila e Donatella Versaces dhe disa prej njerëzve më të pasur. Kjo është pjesa e oborrit nga dalje jashtme, pra, nëse e shihni, dhe gjithë ky korridor i madh tashmë është errësirë, do mundohem t'ju çoj në pjesën e fundit, që është pjesa e bodrumit, është shumë e rrallë bodrumi, nuk e di nëse erdhi ashensori. Ashensori që do shihni shumë i çuditshëm. Shihni se si është komplet, si një vepër arti, pra është e gjitha e mbushur me skulptura dhe piktura. Shqiptari do të mbetet anonim, ai nuk do që të tregoj se kush është pronari i vilës, nuk e di pse s'po vjen. Nuk do të tregoj kush është pronari i vilës, pra do ta mbaj anonim emrin e tij, por i ka premtuar pronarit gjerman që nuk do ta prek vilën në asnjë moment, pra nuk do të ketë ndryshim të mobiljeve të vilës. Tani janë duke marrë ashensori shumë i çuditshëm, është një ashensor i vogël, i cili të zbret në katin e poshtëm të vilës. Nuk e di pse
s'po e marrë dot. Është momenti që duhet vi. Këtu jam katin e dytë ku jam pronar, janë apartamentet e pronarve, por që unë nuk hy dot për arsye të privacy-së së tyre, nuk po e marrë dot atëherë, po mundohem të pres nga shkallët, nga pjesa e fundit e shkallëve duke ecur nëpër të njëjtin korridor. Tani do të hyj nga korridori i shërbimit, është korridori i dytë i shkallëve. Kjo është pjesa e shërbimit dhe do shohim sa interesante është. Është një vilë e jashtëzakonshme. Kam dalë në pjesën anësore të saj, pronari një shqiptar i cili nuk do të bëhet, pra do të mbetet anonim. Kam pjesën e jashtme. E këtu jam duke zbritur në bodrum. Shpila është gati 4 katëshe, ka dhe një orë të rrallë sipër, shpresoj të hapur dera këtij. Ka dhe një orë të rrallë. Po, këtu mbrita në bodrum. Gjëja është shumë e veçantë. Ky është bodrumi, i cili ngjan si një galeri pikturash i gjithi, me kopshtin japonez në krye, ku mund të shihni disa nga peshqit e rrallë, por dalë njerë dhe rifuten prapë, shihni. Ky është kopshti japonez. Sipër është vendosur një rrjet që rosat e liqenit mos hanë peshqit e kuq japonez shumë të rrallë, shiheni. Ndërkohë në këtë drejtim po futem t'ju tregoj një prej thesareve të shtëpisë, shiheni, i gjithë korridori nga fillimi në fund është i mbushur me vepra arti shumë bukura. Shiheni. Deri në fund ka vepra arti, sa për i tyre shumë bukura si. Kjo pjesë është shumë interesante. Jo, jam në këtë drejtim, jam në këtë drejtimin tjetër, duhet jetë kjo këtu atëherë. Këtu është një gjë e veçantë. Është një spa japoneze me pjesën për palestër, me jacuzzin, me një skulpturë, me pjesën e masazhit, me veglat dhe me një banjo turke, që është në këtë drejtim. Ndërkohë tani do t'ju çoj te pjesa që duket më interesante në këtë zonë. Këtu jemi në katin -1 të vilës. Jam duke lëvizur nëpër domat e katit -1 për të parë tani hyra prapë nëpër të njëjtin çdo derë që hapet, nuk e kuptoj, shihni sa dyer ka nëpër korridor që mund të hapen të gjitha. Por këtu ju jam duke u çuar në një prej gjërave më të rralla. Shihni, i gjithë korridori është me vepra arti. Dhe kjo është dera e thesarit, nëse mund të quajmë kështu. Shihni. Brenda tij hym në kavën e verave të pronarit shtëpisë, që tashmë i ka mbetur pronarit shqiptar, shihni. Është një kavë me vera të rralla, po mundohem të tregoj të gjithën këtu. Temperatura është rreth 13 gradë. Këtu mund gjesh disa nga verat më të rralla që nuk gjenden më kollaj në treg, janë koleksionuar me vite të tëra. Amaronet vitit 1972 dhe shife sa shishe ka amaronet 72-shit, ka vera tjera të rralla, pomarole,
janë një pjesë e tyre të shumë viteve përpara, ndërkohë që këtu janë disa barolo të vitit 1974, pra shifeni, barolo e vitit 1974, imagjinoni vlerën e kësaj shishe, se s'po them pasaj cilësin në pirje, vazhdojmë me 1973-in, rjoja e 1973-it, shifet si janë bërë, pra rjoja e 73-it, edhe këtu një spanjolle 73-it, këtu hymë, dhe kjo duhet jetë jo shumë e vjetër, e 2006-ës, po si duket është ruajtur, ka pasur lagështirë, ka disa shive modus e Rufinos, po nuk e gjej dot vitin, po nuk do të jetë shumë e vjetër. Ndërkohë në anën tjetër është termometri i lagështirës dhe termometri i temperaturës, disa nga verat e mira, dhe këtu hymë pjesën e fundit, që është pjesa përmbyllëse e kavës, shiheni, dhe ku janë dhe shishet ndoshta më me vlerë, disa janë shumë të vjetra, disa janë më të reja, po s'ka rëndësi, janë etiketa të famshme, të shiheni si është, i gjithi rrethor, për nga çdo anë, këtu pash që kishte sasikaja të 1987-ës, sasikaja të 1983-it, imagjinoni sasikaja të 83-it, edhe pse nuk i duket më asgjë nga shishja, për arsye të kohës, të 99-ës, të 99-ës, shishet tjera, pra, që janë në të 79-ës, këto, 1979, 2006, këtu pra jam në thesarin e fshehur të vilës në veri të Italis, pronë një shqiptari sot, kë ka qenë, po e quaj kava ose qilari i verave i vetë pronarit, është i gjithi rrethor në këtë pjesë, këtu dhe mbrapa edhe dera, po ta shihni, është me bronz e veshur, ose do t'jetë me bakër, së dalloj do të është çështje, është me bronz ose me bakër, me siguri për arsye të ruajtjes së lagështirës. Kjo pra është, mund të dilja jashtë, ju thosha mirupafshim, po kjo ishte pjesa fundit e një prej vilave më të rradha të Italisë, pronë një shqiptari, i cili nuk do të mbetet anonim, më ftoi vetëm për ta parë, i cili e mori atë duke lënë pas Silvio Berlusconi, Roman Abramovicin dhe njerëz tjerë të pasur të botës. Këtu jam në qilarin e kësaj vile. Ndërkohë mund ta shihni videon e plotë të gjithë shtëpisë, të 8 pjesët së shpejti të bëra të gjitha bashkë. Do t'ju tregoj tani një pjesë tjetër të oborrit, kësaj vile të mrekullueshme, pas shpinës time, të kësaj vile e cila është nga më të bukurat në Italinë e Veriut ndoshta, dhe që është pronë e një shqiptari. Një vilë e cila ka brenda saj mbi 400 veprarti, me afërsi se nuk e di, ndoshta mund t'jetë diku të 40.000 metra, por nuk jam shumë i sigurt për këtë, dhe njëkohësisht ka 3 shtëpi. Ju tregova, kjo është pjesa ku del liqen, pronari i vilës do të mbetet anonim. Ai nuk do të tregoj kush është, por është një nga biznesmenët e mëdhenj shqiptar, që arriti ta bindë pronarin e vilës që t'ia shes këtë vilë të rrallë, të jashtëzakonshme do thoja, të cilën unë do ja tregoj një për një tani në pjesën, kjo është pjesa e oborrit akoma, ju tregova pjesën e parë të oborrit, shifeni tani edhe një herë, ja ku vjen vila, pjesa e gardenit të plot, pjesa e liqenit. Kjo ishte pjesa e pishinës që ju tregova në pjesën paraardhëse, pra që vjen këtej dhe futesh në pishinë, ndërkohë që nëse ikim në këtë drejtim këtej, do t'ju tregoj pjesën tjetër të oborreve, shive çfarë pamje fantastike ka, liqeni, vila atje sipër, dhe këtu futemi në
pjesën tjetër. Është një historim vete, po që s'mu t'ju tregoj se si biznesmeni shqiptar arriti ta bind pronarin e vilës që t'ja shiste këtë vilë, i cili e ka shitur vilën me të gjithë veprat e artit, me të gjithë po e quaj qilarin e verave, me çdo gjë tjetër, me të gjithë mobiljet, pa lëvizur asgjë. Dhe pronari shqiptar i ka premtuar atij që s'do të lëviz asgjë dhe nuk i ka prekur asgjë deri tani. Shifeni tani, ky është kopshti i meditimit, i ndërtuar nga pronari i vilës, i cili është shumë i bukur. Është një kopësht me 3 pjesë. Në pjesën këtej dalim direkt mbi liqen, pra një prej liqeneve më të famshëm të Italisë së Veriut. Këtej është rruga tjetër që të nxjerr për në pjesën e brendshme, ku është një tjetër zonë, shifeni, po me statuja dhe ka qenë e përdorur, po për momentin është e pasistemuar mirë, pra shifeni. Është një zonë e cila të nxjerr në liqen drejt për drejt, ka pasur dhe një shatërvan në mes dhe ka një pamje fantastike në fakt të liqenit, shifeni. Edhe e gjitha e veshur me jargavan në këtë pjesë, ndërkohë që do t'ju tregoj thash dhe njerë pjesën tjetër tani të oborrit, është shumë e madhe dhe nuk ndaj dot në një pjesë, por nëse sheh të gjithën, do shohësh që është fantastike. Jam prap në pjesën buzë liqenit. Kjo është pjesa e djathtë e oborrit vilës, të majtën ju tregova pak më parë, por mund ta shihni pas në videon e plot. Shiheni. Këtu është një tjetër shatërvan dhe 2 stola për të qëndruar. Pra ky ishte kopshti i meditimit. Vila është ndërtuar 1700, por nuk ka më shumë të dhëna se kush ka qenë ndërtuesi i parë, porositë i parë. Dihet që në vitin 1981-83, pronari që i kishte e ka bërë një restaurim të plot për ta sjellë atë në kushtet normale. Shiheni si vazhdon prap. Tu është pjesa tjetër e një shatërvani tjetër dhe pjesa ku nga vila mund të dalësh direkt në liqen për t'u larë, pra shiheni këtu, ndërsa këtu mund dalësh direkt nga vila në liqen për t'u larë, është pjesa e liqenit. Rikthehem prap dhe po mundohem t'ju tregoj pjesën tjetër të oborreve. Shihni çfarë mrekulli është. Pra ky është oborri i meditimit, buzë liqenit dhe nën këmbët e vilës dhe të qeparisave. Kam përshtypjen sa do të flasun, më shumë tregojnë imazhet, kurse ky që do të shihni tani është absolutisht një nga gjërat më të bukura, një Japanese garden, ku ka edhe peshqit e famshëm japonez, edhe njëkohësisht dhe një obor xhungël, pra që është i gjithi me bambu, po një shkallë për dalë në pjesën kryesore. Vila është e gjitha në qendër, në fakt, dhe duket se ka obor pak më shumë brapa dhe diçka më pak para. Pra kjo këtu, nëse mund konsiderohet kjo pak, sepse edhe kjo është një 100 metra deri tek vila aty larg. Por po shkoj që t'ju tregoj pjesën e oborrit tjetër. Nuk e dia dal dot këtej, po do mundohem të gjej një kënd për të dalë eksakt në oborrin japonez. Do më thënë, kam 10 minuta që eci brenda oborrit vilës, vetëm këtë pjesë, që tash është pjesa e djathtë e oborrit vilës. Shpresoj t'ja dal, ta kem gjetur, gjeta një kënd fakt. Shife sa vazhdon oborri dhe në këtë drejtim, por unë po marr drejtimin këtej për të shkuar drejt oborrit tash japonez, që ishte shumë i bukur edhe shumë i veçantë. Arrita, besoj që arrita. Këtu është një tjetër kryqëzim, pra me një vazo antike dhe me gjelbrimet
në të gjitha anët, shifeni. Këtu mund të kthehem në vil, po para se të kthehem në vil, dua t'ju tregoj kopshin japonez. Më fal, edhe këtu vijon akoma oborri. Po mundohem të gjej në të gjithën pjesën e oborreve. Shif çfarë limonesh. Shif sa është kokra e limonit. Shif sa e madhe. Edhe këtu është një tjetër pamje me pemë, me gjelbrim. Gjelbrimi vijon në këtë drejtim. Pastaj do të futem nga ky drejtim për t'ju nxjerr te guest house-et dhe kopshti i trëndafilave. Po vijoj drejt kopshtit japonez, sepse kopshti japonez është më i bukur, por ta kthej këtej që të shihni çfarë pamje fantastike ka. Ky obor vazhdon nuk e di sa 10 metra. Ja, Japanese Garden është më afër. Filluan edhe këmbanat e kishave. Po, jam këtu duke shkuar drejt Japanese Garden. Tani janë të mbuluar me rrjet nga frika se mos rosat e liqenit han peshqit. Shifeni sa i mrekulli është kopshti japonez. Është çdo gjë, pra bimët japoneze, zambakët e famshëm japonez, të çelur, këtu po mundohem të futem në pjesën tjetër. Edhe peshqit e kuq japonez dhe më të mëdhej dhe statuja që hedh ujë. Keni parasysh që për të rritur peshqit japonez të këtij niveli duhet minimalisht të jetë një temperaturë e caktuar e ujit. Të mundohem të marr pak, do t'ju hedh pak ushqim peshqve, me shpresën që do mblidhen këtu. Duken që janë të ushqyer. Shive se të bukur janë. Peshqit e kuq japonez edhe ky i madhi janë fantastik, por janë shumë delikat për t'u ushqyer dhe për t'u mbajtur. Ja, edhe shikeni. Edhe ky i bardhi që po vjen, nuk e di nëse e kap dot kamera, amiku është shumë i bukur. Një peshk i bardh, i madh, një bardh një roz, të tjerët janë krejtësisht të kuq, pra shihni, dhe lëvizin në një prej kopshteve më të bukura të kësaj shtëpie, sipër është pjesa e ngrënies, ndërsa në këtë drejtim dilet në pjesën tjetër të oborrit. Thash ju tregova kopshin japonez, tani do mundohem të fus në jungle, në pjesën e jungles, dhe këtu është. Po dalim vazhdimisht tani sepse bëra një herë turin që t'ju treguaj jo më të qartë. Shifeni, kjo është pjesa tjetër. Që vijon, shifeni dhe pjesën këtej. Edhe përtej, vazhdon është e njëjta gjë, ja dhe qeparisët. Aty është guest house i dytë, më përpara është guest house i parë, këtej është liqeni, shifeni. I gjithë ky është obor. Tash, unë mendoj që është më shumë se 40.000, po tani gjithsesi me hamendje për të ecur dhe për t'ju çuar fakt tek pjesa e Jungle Garden. Gjithsesi, unë po ndaloj një moment këtu dhe për këtë pjesë, me këtë pjesë ku duket edhe vila mas shpinës time, ja ku është. Dhe tani, kjo ishte pjesa e dytë e oborrit, tani do mundohem t'ju tregoj pjesën tjetër, pjesën e
Jungle Garden, Rose Garden, pra atë të oborrin e xhunglës, oborrin e trëndafilave dhe guest house-in e parë. Jam me pjesën e tretë të oborrit kësaj vile të mrekullueshme, 1700-s, një prej vileve më të bukura të veriut të Italisë, pronë e një shqiptari, i cili nuk do të identifikohet, nuk do të japit intervistë, më kaftuar vetëm për ta parë vilën e tij të mrekullueshme, ja dhe flamuri shqiptar, siç më tha ai, flamuri i Ismail Qemalit. Deri tani kam bërë 3 video, pra videon kryesore të gjithë shtëpisë, videot e 2 oborreve dhe videot e brendshme të shtëpisë, pra është një seri videosh ku mund të shihni, ja dhe flamurit. Shqiptari, zvicerani, ku ai punon dhe italiani, që është vendi ku është, dhe vila, e gjitha me statueta nga më interesantet, të 1700-s, si dhe ajo atje në fund, ndërkohë që do shkoj t'ju tregoj thash pjesën e kopshtit që është kopshti i xhunglës, dhe pjesën e guest house-it, shihni që është skulpture. Është skulptur e rrallë, shihni dhe shpinë. Sa fantastike, pemët janë të targuara. Pra pemët janë të targuara sepse janë pjesë e, duhet ecë këtej atëherë, e trashëgimisë kulturore italiane, një pjesë, jo të gjitha, nuk mund të preken, po mundohem të eci në këtë drejtim, me siguri gjitha një dalje. Apo, ky është Jungle Garden, është fantastike të shohësh çfarë qetësie ka vila, punojnë rreth 6 baçevantash dhe 12 veta personel vetëm për kujdesin ndaj vilës. Këtu hym në Jungle Garden, brenda vilës, shihni bambut, shifë si janë. Është i gjithi një pyll me bambu. Një pyll me bambu i gjithi, shifëni. Jam duke ecur dhe unë mes bambuve. Shqipe. Ndërkohë në këtë drejtim, ka shumë e rrallë. Ka dhe 2 panda vepra artit mirë fillta, pra janë punuara me dorë, jo gjëra, dhe këtej shkohet në guest house-in e 2. Pra kjo është shtëpia, në këtë drejtim është vila, duket atje në mes, në këtë drejtim është oborri i xhunglës, kurse ky është guest house-i i 2. Guest house-i i cili ka parkimin dhe shërben për njerëzit e shërbimit, pra ata që shërbejnë në vilë. Këtej është drejtimi që të çon për nga liçeni, pra po të futesh, vazhdon liçen, kjo është ndarë zona e shërbimit, pra këtej ku janë njerëzit e shërbimit dhe vijon pa fund në këtë drejtim sërish prona, pra e gjitha, ndërkohë që mundohem të çoj te kopshti të rëndafilave dhe guest house-i i parë, të cilin mund ta xhiroj besoj, për ta parë se si shkohet, është shumë afër derës kryesore të hyrjes guest house-i i parë. Hyra prap në shife kopshtin e xhunglës. Kjo është pjesa e mrekullueshme, thash. Pjesës së oborrit. Shifë çfarë gjelbrimi ka. Shifë dhe vilën. Shqiptari arriti ta bind pronarin e saj që t'ia shiste atij dhe jo Berlusconit në atë kohë. Disa kohë parë kishte refuzuar Berlusconin, Abramovicin dhe shumë sipërmarrës tjerë, siç thotë ai qëndroi 6 orë kokë në kokë me
Pronarin dhe e bindi, shive si është gjelbërimi këtu. Tani po shkoj eksakt në pjesën tjetër. Kjo është pjesa e hyrjes, pra shifeni, dhe dera në fund të oborrit. Kjo është pjesa që vjen, po do të shkosh nga pishina. Këtu jemi në shtëpinë e dytë guest house. T'ju tregoj më pak me vijat përgjithshme, sepse pjesa më interesante është vila vetë brenda. Shifeni tani oborrin e trëndafilave. Pronari vilës e ka ndërtuar këtë oborr për respekt të gruas tij, bashkëshortes. Dhe është i gjithi me trëndafila. Nuk është momenti i trëndafilave në fakt, po shifeni. I gjithi një oborr trëndafilash, ai dhe bashkëshortja nuk kishin fëmijë dhe blen këtë vilë të Mahnice, cilën e restauruan vitin 81-83 dhe e shitën vitin 2022-2023 tek një pronar shqiptar. Shifeni. Jam prap në pjesën e kopshtit. Ky është kopshti i... Ky është guest house-i, pra shtëpia e dytë, po themi. Shifeni. Shtëpia e dytë, po mund të sheqen dhe shtëpia e parë, ka që bukur sa është. Shifeni dhe pjesën e... Vazhdon oborri i trëndafilave dhe në këtë drejtim, komplet. Po të shohësh është shumë e bukur. Ka dhe një pjesë qendrore ku do të eci prap midis të tyre. Aja ku është. Shiven çfarë mrekulli është. Ka dhe pistën e helikopterit, që është pista përballë, e certifikuar nga qeveria italiane si pistë ulje. Shifini. Pra është pistë e certifikuar. Keni parasysh që këtu ulen shumë helikopter për arsye të pozicionit. Imagjino ti jesh në mes të një parajse të tillë, komplet të qetë, komplet fantastike, që burri e ndërtoi vetëm për bashkëshorten e tij dhe që pronari shqiptar nuk ka vendosur mos ta prek fare. Ta lër atë siç ishte në momentin që pronari vetë ndërtoi, ndërsa tani do ju çoj tek pjesa tjetër. Hy do të këtu, hy me sigurisht sa e bukur është. Shife çfarë bukurie ka. Këtej dhe këtej. Këtej po shkoj tek shtëpia e miqve. Kjo konsideroj shtëpia e miqve, pra nuk vlen për pronarët, por qëndrojnë miq të tyre dhe në një pjesë njerëzit e shërbimit të shtëpisë, që në fakt qëndrojnë në një shtëpi të tretë, që ju tregova në videon tjetër. Tani ju tregoj pak të shkoj drejt vilës, po hy direkt tek guest house-i, që t'ju tregoj në pjesën tjetër guest house-in të plot. Prisni pas pak guest house-i. Tani jam pjesën tjetër të shtëpisë, pjesa e tretë është pjesa më artistike, ku ka dhe një thesar të rrallë. Këtu jam në hall. Prona vila është një vile 1700-s, ka qenë pronë një gjermani, vila ku ka kaluar pushimet Helmut Kohli, ku ka kaluar vitet e fundit të jetës Konrad Adenaueri, dhe që sot është pronë një shqiptari, sepse Gjermani e shiti atij. Kjo është pjesa e ngjitjes në katin e dytë. Kjo është dhe pjesa më artistike. Ka një skulpturë të famshme, ka një konsol të jashtëzakonshme në punim fiorentine, me gjithë Chelsea-n e saj, ka pjesën e vazove porcelanet japonez, me shumë vlerë këto. Ndërkohë këtu ka një pikturë të Kisling, një prej pikturave të mira të Kisling që bën sot me një shumë marramëndse, është shumë e bukur.
sërish një vazo tjetër japoneze. Jam në pjesën e sipërme, pra shifeni ku ka edhe një abazhur të madh që ngjitet deri në katin e dytë, dhe këtej është holli dhe hyrja qendrore. Do të shkoj edhe një herë për të treguar, me derën qendrore të hyrjes, ku janë makinat edhe oborri. E kthehem prapë tashti për t'ju ngjitur dhe për t'ju treguar tani perlat e kësaj pjese të koleksionit. Këtu janë dy punë të rralla të Picassos, të Picasso është i rrallë kudo, janë dy nga 8 vizatimet që vila disponon të Picassos. E para, e dyta, për shive, një Picasso original. Dy veprat e Picassos janë të vendosura këtu, ndërkohë të gjithë shkallët që të çojnë në katin e sipërm janë të mbushura me punë të Picassos. Në fakt, kjo është një punë, mos gaboj, e Dalis. Jo në mos gaboj, po është Dali, originale Dali. Ka një qilim me motive romake. Gjitem tani në për shkallët e shtëpisë ku është edhe abazhuri, dhe shifeni tani se çfarë fantastike janë. Një tjetër Picasso. Një tjetër Picasso. E di që do thotë kesh kaq shumë punë të Picassos në një vilë. Në fakt, vlera e koleksionit është po aq e madhe sa vlera e shtëpisë. Një tjetër punë. Nuk jam i sigurt nëse kjo i takon Picassos o në një piktori tjetër. Kjo është Picasso, me siguri absolute, dhe një prej punëve të mira të Picassos, kryqëzimi i Krishtit, shiheni. Një prej punëve të mira të Picassos, si dhe një Picasso tjetër në katin e sipër, domethënë pjesën më të sipërme, shiheni. Dritaret janë me xhama vitrazh, ndërsa këtu është një tjetër piktur, një, po e quaj, një qilim ku ka motive kryesisht orientale, ja dhe qilimi tjetër, ja dhe Shandani, ja dhe Picassot që i vinë rrotull shkallëve. Shkallët janë shumë bukura. Dhe këtu shkojmë në pjesën e katit të dytë. Kati dytë tani do t'ju tregoj vetëm një detaj, sepse nuk mundem t'i tregoj për arsye të privacy-s. Këto të dyja, të treja, gjithë kjo anë këtej, ka dhomat e pronarit dhe të pronares. Nuk mund të hy për arsye tash të privacy-s, megjithse janë, ju garantoj që dhomat e gjumit janë një pasuri e rrallëve dhe mahnitse, po nuk mund të hy. Ky është ashensori. Do t'ju tregoj ashensorin kur zbres për në katin e poshtëm. Ashensori shumë interesant, sepse është ndërtuar mbrapa dhe është trekëndsh. Shiheni qilimat, të kesh një tapet kaq të gjatë, ju do të jetë mbi 7 metra, me të gjithë veprat e artit prap të vendosura në këtë pjesë. Shiheni, në porcelan të famshëm japonez, me pjesën e qilimave. Prap, me pamjen biobor. Tani po ecin në drejtim, sepse këtu, në këtë kat, do t'ju tregoj një gjë të rrallë. Shiheni se si është, shifini shandanet që janë lartë. Çfarë mrekullie. Kjo pjesë. Edhe kjo pjesë tjetër që është prap me qilim. Dhe tani do t'ju tregoj diçka të rrallë këtu. Kjo është një prej dhomave, çfarë banje, çfarë mermeri ka, në anën e kopshtit, me një zyrë të vogël ku ka disa piktura të rralla.
me pamjen mbi obor, ku janë makinat, prap me piktura tjera, por gjëja më e rrallë kësaj dhome është diçka tjetër. Nëse unë të riqem dhe ju tregoj. Në dy anë të dhomës janë dy dyer gjyrë turkuaz. Këto dyer janë blerë në vitin 1985 në një ankan në New York dhe i takojnë Luigjit të 16, së bashku me Shandanët e katit parë. Kanë qenë dyert e Luigjit të 16 dhe janë ende të tilla sot, pra janë vendosur këtu. Madje ka një gjë shumë interesante. Kjo është dera hapse që të nxjerr në korridor. Ndërsa dera e dytë, në mënyrë që të vendosej këtu dhe të ishte simetrike me derën e parë, nuk të çon askund. Pra është mur. Nuk të çon askund, është mur dhe është kryer vetëm për të krijuar një simetri me derën tjetër të rrallë të pjesës së dhomës gjumit. Shifeni dhomën e gjumit. Në të gjitha detajet, edhe me një konsol tjetër, përballësh e gjitha me një qilim të madh, ka dy pasqyra që duhet jenë poshtë me vlerë, dhe kjo është prap një komojë jashtëzakonshme, me centaurin, dhe po ta shihni me figura të mitologjisë. Kjo është dhomë miq, në fakt, por shërben dhe si dhomë muze për arsye të këtyre dy dyerve që i takojnë Luigjit të 16. Ndërkohë këtej është pamja e parkut. Çdo gjë që të shohin syt është pjesë e vilës, për shihni lipadin përballë. Dhe kjo është pjesa e artit dhe e pjesës sipërme. Tani do t'ju tregoj pak dhe bodrumin, të shohim dhe çfarë mbetet nga pjesa e bodrumit, se është shumë interesante, po për shkuar në bodrum duhet ecim në këtë drejtim dhe duhet marr ashensorin. Në mes të një vile spektakolare të Settecentës, të shekullit 18 pret 1700-s, në zonën e një liçeni verior të Italisë, Villa Natën. Ju kam treguar të gjitha rastet ditën. Natën është dhe më spektakolare, me pjesën ballore ku është një Rolls Royce me hallin. Shifeni hallin i gjithi, me vazot e mermerit në të katër anët, me pjesën magjike që ngjitesh përsipër në katin e dytë, ku janë dhomat e gjumit dhe është pjesa më private. Unë mund ngjitem ndoshta vetëm për të parë pak korridorët me vazot e mëdha, me pikturën e Kinslerit, një nga pikturat e rrallë të tij. Të gjithë këto vazo japoneze janë jashtëzakonisht interesante, me vizatimet e Picassos. Me një Rodin, me abazhurin, pjesën e sipërme të vilës, me një Dali, vizatim Dalis, me pjesën e tapeteve. Tani jam duke ecur në këtë drejtim për të parë prap ecjen dhe pikturat. Të gjitha pjesë të piktorëve të mëdhej. Pjesa më interesante. Shisa bukur duket e gjithë vila poshtë, me hallin. E pjesës sipërme, këtu është apartamenti i pronarit, këtu është ashensori, kjo është pjesa tjetër.
gjitha si një galeri arti, shife. Ma nitë se kjo pjesë. Në shkoj deri në fund, te një tjetër dhomë. Po s'pres dhe njerë për të quar në pjesën më të bukur, në zonën e ndenjes dhe ngrënjes. Nërko është pjesa e bodrumit, që është po kaq spektakolare, por që natën nuk po hy, do duhet ta shoh pak me ndriçimin e natës në vilën, shef se të bukren shkallët, edhe gjithë pjesa e mozaikut të qendrës. Kjo është një pjesë ku vendosen me një pikturë shumë të rrallë, në fakt, të Bërliukut. Kjo është nga pikturat që më ka pëlqyer më shumë. Me një pikturë ikonografike, vazot, një dollap i bërë me rrenjë trëndafili, i gjithi, i 1700-s, 2 vazo japoneze. Këtu është pjesa e dikush me kulashin duart, ndërkohë që këtej hyn në banjën e ditës, e cila është e gjitha me një shifeni pasqyrë antike. Tani po shkojmë pjesën e ndenjes, e pasqyra tjetër, televizori. Ky është korridori i mrekullueshëm. Shifini Jules Cezari. Shifë çfarë skulpturë rrallë. Të gjithanë të mureve janë të veshur me vepra arti, ndërkohë po shkoj tek pjesa e zyrës së ish pronarit, që nuk është prekur fare, që kur vila u ble nga një shqiptar anonim, i cili nuk do të bëhet publik, se në dëshisht unë e njoh, është personi që më ka ftuar. Edhe kjo është një prej veprave të artit me vlerë të jashtëzakonshme. Kjo është shumë e shtrenjtë po ashtu. 2 piktura tjera, një skulpturë fantastike. Edhe kjo është pjesa që nga televizori ndezur gjermanisht. Është një shpjegim, me sa duket, kjo është zyra e pronarit, njëkohësisht një gjë e rrallë, nuk e di a ndizet drita dhe e saj, po, ndizet gjitha. Shifeni, kjo është piktura më e shtrenjtë e zonës. Çdo gjë tjetër është mbushur me vepra arti të rralla. Shifeni të gjitha. Dhe këtu ndodhet edhe një gjë akoma më e rrallë. Dhe fotoja vjetër e pronarit. Përveç gjithë pikturave, ku lart është një pikturë shumë interesante dhe me shumë vlerë, që nuk e di, sepse ndriçimi nuk më lë që të tregoj tamam. Këtu ndodhet dhe një gjë shumë e veçantë. Këto 2 shishe janë poshtu të rralla. Shifë çfarë punimi që kanë. Por këtu ndodhet një shah i cili i ka të gjitha figurat prej Fildishi. Torren, Kalin, oficerin tjetër, mbretin prej Fildishi, mbretreshën, Kalin, Torren dhe gjithë ushtarët prej Fildishi. Bën disa mijëra euro ky shah. Mjafton të shihni se si është pozicionuar mbreti, shihni mbretin, ta sjell këtu për ta parë se çfarë lloj punimi është. Është i gjithi në Fildish i vizatuar me dorë, me gdhëndje të vogla. Shifini, i gjithi Fildish.
Imagjinon tani se çfarë vlere ka vetëm ky shah në këtë zyrë, është fantastik, edhe zyra duket sikur je në mes të një, do të thënë, po quaj galeria antikash, sepse të gjitha mobiljet, edhe këto dyja, edhe kjo që është këtu, por dhe kjo që është këtu, janë të dyja antike të rralla. Kjo është italiane, tjetra ishte kineze, dhe po ashtu këtu ka vendosur edhe 4 prej çelësave të shtëpisë. Këtu jam duke dalë dhe duke shkuar në pjesën e ndenjes, shife. Kur thash jam si në një korridor të plot, në një galeri pikturash, dhe këtej po vi në pjesën më të bukur të shtëpisë. Kjo është zona e ngrënies, po e nis që këtej. Zona e ngrënies me oxhakun me mermer të rrallë. Kështu sa i bukur është, me ikonat sipër, me tavolinën e ngrënies, 10 karrige të shpërndara nëpër shtëpi, dollapin ku mbahen argjendurinat dhe gotat. Shifoni, të gjitha kristal i larë me arë, i gjithi kristal i larë me arë. Këtu është pjesa e antikave tjera. Këtu janë pjesët e argjendit. Shifeni. Shumë interesante dhe kjo. Nuk e di çfarë ka. A këtu janë pjata. Porcelan i rrallë. Porcelan i rrallë me ngjyrë. Shife. Ndërkohë që këtej është një tjetër ikonë, dhe jam duke shkuar drejt 2 konsula në secilin anë të njëjta. Autori këtu është ndenja kryesore, e gjitha me motive japoneze, me një skulpturë japoneze, me Budën, me një vazo të rrallë japoneze, me një piktor japonez të jashtëzakonshëm, i cili hyn në një nga më të mirët e Japonisë dhe janë 2 vepra të tij në 2 anët e sallës. Po afrohem pak më shumë pjesës skulpturës, Buda. Këtu është interesante sepse pronari shqiptar i Vilës, në mirëbesim, si thuash, në shenjë respekti, ka ruajtur private jetët e pronarit më parshëm gjerman, të 3 private jetët që i përdorte, një nga njerëzit më të pasur të Europës, i pari, kapelet e tij, 2 private jet të tjerë që ka përdorur gjatë jetës së tij, Centaurin, janë 2 Centaur në fakt, një tjetër Bud, thash kjo është e gjitha motive japoneze. Shiheni pak punimin se si është bërë kjo konsol. Spektakolare. Shifeni. Dhe tashti, kjo është pjesa e ndenjes, e cila është shumë e bukur. Duhet ul pak zërin, sepse kam përshtypjen është pjesa e ndenjes, që shumë e bukur. Këtu është tavolina punës e ish pronarit, ku janë të shënuara edhe të gjithë pronat e tjera që i ka pasur. Disa antika, piktura të rralla, një orë po e rrallë, është e gjithë dhoma shumë e bukur. Shiheni mas spinës time sa bukur duket. Duket sikur ke hyrë në një muze të vjetër, është, do ta ngre pak, shifeni, duket sikur ke hyrë në një muze të vjetër, dhe pjesa tjetër e pikturave. Shifini, çdo gjë rreth rrotull është vepër arti, është koltuku madh që kurrjet, rreth rrotull ka vepra arti
të gjitha të njëjtës periudhë kohore, po ta shihni librat e tij e gjitha është me buazëri edhe zjarri. Këtu është një nga pikturat më të ralla e cila është Geber. Ndërsa këtu janë librat e rrallë, po libra shumë të rrallë, mbi 200-300 vjeçar disa, midis cilave 2 bibla të famshme, kjo dhe kjo, të dyja të listuara nga Shoqëria për Mbrojtjen e Biblave në Washington, dhe një dega, mendohet që kjo është një dega, së bashku me pjesën tjetër. Kjo është pjesa më e bukur e vilës, ndërkohë në pjesën e jashtme, tani është momentin pjesën e jashtme, është errur, po vila është e ndriçuar shumë bukur, dhe në thellësi mund të duket, shifeni, pjesa oborrit, do t'ju tregoj dhe me diçka ndriçim më të vogël. Dhe këtu është liqeni me të gjithë pjesën e pyllit, një nga pyjet më të bukur, 48.000 metra pyll rreth rrotull dhe me ambientin e ndenjes, me palmat e mëdha në këtë drejtim. Kështu që në një farë mënyre është një nga vilat më të rralla që mund të shohësh sot kudo në Europë, kushton, nuk e di se sa 10.000 euro, s'po e them ndoshta çmimin, po është një nga gjërat më të bukura që mund të shihni. Nga ky drejtim edhe rreth e rrotull. Në një prej vilave më të bukura që mund të shihni në një nga liqenet e Italisë Veriut.